السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وزيت مير صنت مليت الله سبحانه وتعالى لتزوم ajetet në këto hadithet vazhdim që kanë bëjnë me Kur'anin dhe me sejdët e Kur'anit, dhe pastaj me duat. Vazhdon Imam Maliku rahimahullah dhe thot ma jaa fi sujudi al-Quran. Thot vjen tash paragrafi për atë se çfarë ka ardhur me pe haditheve në sejdët që bëhen gjatë leximit të Kur'anit, sejdët që bëhen gjatë leximit të Kur'anit. Dhe sejdja gjatë leximit të Kur'anit është prej sunneteve nëse i dëgjon në namaz apo jashtë namazit. Është prej gjërave të mira dhe prej veçorive të librit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për sejdë thot ka kundërshtime mes ulemave se sa janë, është ajo që është thot më saktë është janë 15. Janë 15 sejdë të Kur'anit gjatë leximit të Kur'anit në tërë librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Malik an Abdullah ibn Yazid مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد فيها. Thot hadithin nga transmetoni nga haditha Abu Huraira radhiyallahu anhu se ai ka lexuar surën al-Inshiqaq, idha as-sama'u inshaqqat, thot ka bër sejdë në të, ka bër sejdë në të, dhe ka thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bër sejdë në të. Ky hadith është hadith sahih. فصيحة مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها السجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. فصيحة transmetonia Maliku nga Nafiu nga një njeri prej banorëve të Mosrit, që ka transmetuar se Umer radhiyallahu ta'ala anhu ka lexuar surën Hajj dhe ka bërë në të dy sejdë, dhe ka thënë kjo sure është vlerësuar ka marrë pozitë të lartë me dy sejdë, se nga se e vetmja sure në të cilën janë dy sejdë është sureja al-Hajj. Ky transmetim është i dobët nga se ai nuk njihet, ka një mejhul, mes ta thosh. Një njeri, kush është ai njeri në mes të Nafiet edhe Umerit? Ka se po thot një njeri nga banorët e Mosrit. Kush është të Egjiptit ai? Kush është nuk dihet, prandaj hadithe nuk vlen. Po të kishte qenë për shembull sahabiu, thuhet një tabel, thot më ka treguar një nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe nuk tregon se kush është, pranohet nga se nuk ka mejhula nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe nuk vlerësohet hadithi për atë nëse nuk dihet kush ka qenë sahabiu i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po të njerëz tjerë nuk vlen. Ky edhe pse
këtë transmetim i sakt, mirëpo ka transmetime të tjera nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bëhen dy sejdë në surën Al-Hajj, dhe kjo është më saktë, Allahu di më së miri. Malik an Abdullah ibn Dinar annahu qal رأيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يسجد في سورة الحج السجدتين. Transmeton Abdullah ky Maliku rahimahullah se Abdullah ibn Dinari ka thënë e kam pa Abdullah ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu duke bër dy sejdë në surën Al-Hajj. Duke bërë dy sejdë në surën Al-Hajj, për kjo është prej suneteve të bëhet kjo të bën dy sejdë në surën Al-Hajj. مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. Transmeton nga Umar radhiyallahu ta'ala anhu se ka lexuar surën An-Najm dhe leçel dhe në fund të surës ka bërë sejdë. Në fund të surës ka bërë sejdë. Dhe pastaj thot është ngrit dhe ka knu një surë tjetër. Ka knu një surën tjetër. Thot ka qenë Umar radhiyallahu anhu në namaz dhe ka bërë këtë punë, thot ka bërë sejdën pas surës Najm, Pse pi përmend këto transmetime Imam Maliku rahimahullah, yani të tregoj se në Mufassal ka sejdë. Thot edhe kjo është veprimi i sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Në Mufassal janë surët prej pas surës Qaf, prej pas surës Qaf deri në fund të librit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Tani vazhdon tjetër thot مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. Tani transmetim nga Umar radhiyallahu ta'ala anhum që ai ka lexuar një sure në të cilën ka sejdë duke qenë në mimbar ditën e Xhumë, dhe ka zbrit nga mimberi dhe ka bër sejdë radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe njerëzit kanë bërë sejdë me të. Pastaj thot në Xhumën tjetër e ka lexuar atë sure prap dhe njerëzit janë bërë gati të bëjnë sejdë. Atëherë ka thonë qëndroni aty ku jeni. Ka thonë Allahu nuk na ka bërë këtë obligim përveç nëse ne dojmë dhe nuk ka bërë sejdë dhe i ka ndaluar të bëjnë sejdë. Çfarë kjo tregon? Kjo tregon nga Abdullah nga Umar radhiyallahu ta'ala anhu që sejdja në qiraat, thotë në lexim të Kur'an nuk është obligim, nuk është obligative, por nëse e bën mirë, nëse se bën s'ka gjë të keqe, nuk ka gjë të keqe. Këtu është një gjë shumë interesante ta kemi parasysh vllazërit mirë. Siç po shihni, Umar radhiyallahu ta'ala anhu në mimbar duke qenë ditën e Xhumë ka lexuar një sure. Kjo është një prej argumenteve që plot për njerëzve thonë që hutbet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam plot prej tyre kanë qenë vetëm lexim i surës, ndonjë sure të Kur'anit, lexim të surave të Kur'anit, nga se dikush mund thotë për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa vite ka qenë në Medinë dhe sa vite ka hutbe, e nuk kemi hutbe të transmetuar me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përveç se pak prej hutbeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një prej përgjigjeve. Një prej përgjigjeve është se
se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë hutbes shpeshherë ka lexuar vetëm Kur'an. Shpeshherë ka lexuar vetëm Kur'an dhe ju ka mësuar Kur'anin shokëve të tij. Edhe kështu kanë vepruar edhe sahabite e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Më thot pastaj thot Maliku dhe qala Malikun laysa al-amalu ala an yanzila al-imamu idha qara'a as-sajdata ala al-minbari fayasjud. Ala al-minbari fayasjud. Thot Maliku thot nuk është puna tani thot, nuk është veprimi. Laysa al-amalu sa thot Imam Maliku nuk është veprimi, qëllimi është veprimi banorëve të Medinës, banorëve të Medinës dhe ulemave të Medinës. Që të zbras imami kur të lexon ndonjë sejdë, të zbras në prej minberit dhe të bëj sejdë. Kjo është mendimi Imam Malikut rahimahullahu, mirë po veprimi Umerit radhiyallahu ta'ala ka qenë i kundërt. Veprimi Umerit ka qenë që ka zbritë. Kjo është prej mendimeve që Imam Maliku rahimahullahu ka pas mendimin që nuk është obligative. Nëse vepron, s'ka gjë të keqe. Dhe ashtu është një transmetim tjetër nga Imam Maliku rahimahullah. قال يحيى قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن عزائم السجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء Maliku thot që ka thënë ajo që ne besojmë është që sejdët janë 11, sejdët që janë të vërtetuara janë 11. Ndërsa në mufassal nuk ka gjë, në fund të Kur'anit nuk ka prej tyre gjë. Mirpo, e vërteta është që ka edhe në përfundim të Kur'anit, nga se në surën Inshiqaq ka sejdë, në surën Alaq Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ka sejdë. Dhe kjo thot ky mendim i Malikut rahimahullah nuk është i saktë. Nuk është i saktë nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë sejdë në këto sure. Pastaj vazhdon Maliku rahimahullah thot qala Malikun la yanbaghi li ahadin yaqra'u min sujudi al-Qur'ani shay'an ba'da salati as-subh wala ba'da salati al-'asr وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين Maliku rahimahullah thot nuk bën thot që dikush që lexon sure nga suret që kanë sejdë të bëj sejdë mas namazit të sabahit edhe mas namazit të ikindis. Kjo nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që të falet namaz pas namazit të sabahit derisa të lind dielli. Dhe ka ndaluar që të falet namaz mas namazit të ikindis derisa të perëndoj dielli. Dhe sejdja është pjesë e namazit. Prandaj nuk bën askush të bëj sejdë në këto dy orë, në këto dy kohë, në këto dy kohë, kështu ka thënë mendimi i tij rahimahullahu ta'ala. Mirë po, ne kemi transmetime tjera ku për shembull bën të bëhet të falet namaz në këto kohë. Nëse është namazi me arsye apo me shkak, bën të falet në këtë kohë, për namazi i 2 rekateve kur të hush në xhami, namazi i kusufit, të nxënjes së diellit, apo i kusufit, edhe nëse është në këtë kohë, bën të bëhet, dhe thotë nëse kjo është me arsye, dhe s'ka gjë të keqe të veprohet ky veprim. وقال يحيى وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها قال وسئل مالك عن من قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران
Thot Maliku është pyetur kur dikush lexon një sejdë, një sure në cilën ka sejdë. Dhe një grua është haid, do thotë grua ka haid, do thotë ka menstruacione. Ai takon asaj të bëj sejdë, ai takon atë sejdë. E Maliku rahimullah ka thënë nuk bën të bëj sejdë as burri, as gruaja, përveç se duke qenë me abdest. Përveç se duke qenë me abdest. Kjo është mendimi i Imam Malikut rahimullah, që për sejdë të Kur'anit duhet të kesh abdest, ashtu siç e ke obligim të kesh abdest kur të falesh. Pastaj thot wasuila an imra'atin qara'at sajdatan wa rajulun ma'aha yasma' alayhi an yasjuda ma'aha qala Malik laysa alayhi an yasjuda ma'aha inma tajibu as-sajdatu 'ala al-qawmi yakununa ma'a ar-rajul يأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه وليس على من أن سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة Maliku rahimullah është pyetur për një grua që lexon sejdë, thotë lexon surat sejdës. Thotë edhe e ka një burr, një mashkull që është duke dëgjuar. A e ka obligim ai të bëj sejdë me të? Imam Maliku ka thënë, nuk i takon atij të bëj sejdë me të. Dhe sejdja thotë është obligative për burra që janë duke u falur me një burr, me një burr. Dhe ai është imam i tyre dhe lexon surën e sejdës, surën në cilën ka sejdë dhe bëjnë sejdë me të. Dhe nuk i takon thot një njeriu që dëgjon sejdën e dikujt që është duke lexuar dhe nuk është imam i tina të bëj sejdë me të, Thot për shembull dëgjon nga magnetofoni, dëgjon nga telefoni një sure që është sejdë, nuk e ke obligim të bësh sejdë me të. Kjo është mendimi i Imam Malikut rahimahullah, do thotë që sejdja bëhet vetëm kur je në namaz, mas imamit. Mirë po veprimi i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë që sejdën e ka bën edhe gjatë leximit të Kur'anit jashtë namazit, që ka qenë në minber. Allahu di më së miri. Pastaj vazhdon thot babu yani ma jaa fi qira'ati qul huwa Allahu ahad wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk Ai çfarë ka ardhur thot në leximin e qul huwa Allahu ahad wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk, surës Ikhlas dhe surës al-Mulk. مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن Maliku transmeton nga Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhum, që e ka dëgjuar një njeri duke lexuar Qul huwa Allahu ahad. Dhe duke e përsëritur atë, ka fal namaz natës dhe ka përsërit këtë kohën Qul huwa Allahu ahad. Dhe kur është ngritur në mëngjes, ka shkuar te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i ka treguar atij çfarë ka ndodhur. I ka treguar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se çfarë ka ndodhur. Dhe duke se njeriu e konsideron se ka bërë pak, ka lexuar pak dhe nuk ka lexuar shumë atë sa i takon të lexojë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë pasha atë që ka shpirtin tim në dorën e tij, vërtet ajo është sa 1/3 e Kuranit. Nga se sura Qul huwa Allahu ahad është sa 1/3 e Kuranit. Pse? Vëllazit mirë. Sa 1/3 e Kuranit është nga se Kurani është 3 pjesë. Ose flet për sifatet e Allahut subhanahu wa taala, për cilësitë e Allahut. Çdo gjë që është në Kur'an është një nga 3 punë. Ose në të flitet për cilësitë e Allahut subhanahu sifatet e Allahut azza wa jall, ose flitet për
për urdhra dhe ndalesa nga Allah subhanahu wa taala, ose ka tregime nga popujt e kaluar që të kemi përfitim prej tyre. Thot, njëra pjesë është për sifatet e Allahut subhanahu wa taala, cilësitë e Allahut. Kjo kullu Allahu ahad është tëra cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Të flet për sifatin e Allahut subhanahu wa taala, se si është Allahu azza wa jall, për këtë arsye është një e treta e librit të Allahut, azza wa jall. Malik عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. Tani ky transmetim tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, që ku Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu thot që Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, na falni pak për penjesën, thot që kam qenë bashkë me Rasulullahin sallallahu alaihi wa sallam, dhe ai thot e ka dëgjuar një njeri duke lexuar Kul huwa Allahu ahad. Edhe Rasulullah s.a.s. ka thënë wajabat, thot u obligua. Edhe i kam pyetur, i kam thënë: ja Rasulullah, çka ju obligua atij? Ka thënë: xheneti ju obligua atij, do t'ju ka bër obligim xhenet, do të futë gjithsesi në xhenet. Thot dhe desha të shkoj e të jap i myshde, ta përgëzoj atë njeri. Mirë po thot, u friksova se do të më humbet dreka me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, dreka, ushqimi drekës me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, pata më shumë qef, thot, ta arri drekën me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot, shkova te ai njeri dhe ai kishte ecur, dhe gjeta se ai kishte ecur. Thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar këtë njeri duke përsërit këtë sure, dhe ka përgëzu se ai do ta ketë xhenetin për shkak se sureja Ar-Rahman, sureja Qul huwallahu ahad, në të është cilësimi i Allahut subhanahu wa taala, dhe kush e don këtë sure dhe lexon shumë, do të ai e don Allahun subhanahu wa taala, si shkon në hadith tjetër që një njeri e ka përsërit shpesh këtë sure. E pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kur ka pyet pse, ka thënë se e dua, nga se në të është cilësimi i Allahut subhanahu wa taala. E ka thënë pejgamberi sa lajmëron atë njeri që Allahu e don atë. E don Allahu subhanahu ta'ala atë. Po ashtu duhet të dihet në këtë hadith që Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu thot ka ndoshta me shku te pejgamberi sa me hongër drek me të haj drek me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pse? Nga se Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka pas as familje, as pasuri, as gjë tjetër, hiç, kur gjë s'ka pas. Dhe ushqimin e vetëm që e ka marrë ka qenë atë çfarë i kanë dhënë muslimanët. Dhe zakonisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë me vete kur ka ngrënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ka dashur të jetë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Malik an ibn Shihab an Humayd ibn Abd الرحمن ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah annahu akhbarahu أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. حميد بن عبد الرحمن بن عوف كثرة رأساته شكاثا قل هو الله أحد أرسانية ريتا قرآن، ذا تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. كيو سورة يا تبارك الذي بيده الملك، سورة يا ملك polemizon për shokun e saj, polemizon dhe polemizon për
edhe mbron thot atë që e mbon atë, e mbron atë që e din dhe e ka përmend këtë sure dhe lexon atë sure. Ka një hadith që thot nga se ky transmetim një tabiinit, një transmetim i tabiinit dhe që konsiderohet maqtuar. Mirë po ka transmetim tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna suratan min al-Qur'ani 30 ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu. Thot që Abu Huraira ka thënë një vërtet një sure nga Kur'ani që i ka 30 ajete ndërmjetëson për atë që e ka mbajtur mend, Dhe ajo derisa thot ti falen gjuna, Dhe ajo thot sureja Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Pa mbeta Tabarakalladhi biyadihi al-mulk është sureja al-mulk. Kjo është ajo që deshim themi për sot. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.